Është vebi gazetarusi thot hoxhallarët që i qunë në emision shejtana, jo hoxhallarët thot shejtana. Shejtanat janë të barabartë thot me Serbinë në dëmin e shkaktuar të Kosovës, bashkë me atë palasën që ka mysafir. Njëjtë edhe kjo domethënë vlen pa di domethënë penale për këtë akuzë, sepse është akuzë për tradhti kombëtare, akuzë për shpionazh, e vërteta është e kundërt, edhe ai e din këtë fakt shumë mirë se numri i dëshmorëve hoxhallar domethënë është i madh faktikisht në luftën e fundit të ushqimtare kundër okupatorit serb. Edhe numri i hoxhallarëve pjesëmarrës në UÇK domethënë në luftën e fundit kundër okupatorit serb është gjithashtu shumë i madh. Edhe domethënë tash para këtyre fakteve domethënë çdo deklaratë e kundërt është manipulim edhe rrën e kullume. Edhe normalisht përsëri do thotë keq përdoret butësia jonë, mëshira jonë se ngritja një padi domethënë penale për akuzë edhe për shpifje, edhe le të merret me gjykata, atëherë merr vesh domethënë se s'ki drejti me rrent. Ani se është televizor jot, ani se është emision jot, nuk i drejt me rrent. Ti fol çka dush. Kundërshto ka dush, ama jo me rrent. Jo me shpif. Jo me ndërtu kësi lloj krahasimesh të paqena edhe me tentu me injoru sepse se ne mbulon ti diellin me shosh.